Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, kishim përgatitur një emision tjetër për mëngjes sotme, pra takimin e Edi Ramës me grupin e vet parlamentar, me partinë e vet pra, por ndërkohë në momentet e fundit ndodhi, kemi mësuar që Edi Rama ka bërë ndryshime shumë të rëndësishme në qeveri. Ka rëzuar, si thua, 1/2 në qeverisë. Për këtë do të flasim pikërisht në pjesën e parë. Pastaj do të zbresim poshtë, po për këtë takim me problematikat e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës me SPAK-un, dhe pastaj do vijojmë edhe me një pjesë të tretë e cila është e lidhur me rrugët që prishen edhe po dhe momentet të tjera të rëndësishme, si aeroporti i Vlorës e tjera. Për pjesën e parë, zoti Panasoko, mi mbrëma faleminderit ndjesë që ju trita me urgjencë, mos u ngritë nga shtrati ju tani. Po se tani gjëra që ndodhin në Shqipëri tani nuk janë më që ndodhin këto më mire, që nuk ka vrasje gjera, në momentet e fundit dhe ne ndryshojmë, por ndodhin në gjera politike dhe ato është normale, se nuk janë vrasje. Ose janë dhe vrasje, nuk janë gjatë temën. Zoti Zogaj, Mentor Nazarko, Andi Bushati, faleminderit shumë, ne do të bëjmë këtë pjesë, do të fokusojmë shumë fort dhe zonja Lala, Klode Lala, e cila ishte dhe do tjetë edhe do të shkëputet nga aty ku është tani, po që do tjetë sa të doja jo në këtë pjesë, në jap në sidomos shpjegime për emrat e rinj që vinë, sepse nderuar teleshikues, në një emër të rinj që njeh ajo, sepse Edi Rama përdor shpesh emra të rinj. Për shembull, heq emrat relativisht të rinj, fare të rinj dhe ata, fut akoma të rinj. Pikërisht Gjermania. Lala do na ndihmoj për ndonjërin prej tyre, të falenderoj shumë zonja Lala dhe pasi të mbarojmë të pjesë ti më njëherë ngjitesh lart dhe vazhdojmë me atë çka kishim përgatitur. Tani kalojmë te momenti, siç thamë, Edi Rama ka bërë ndryshime në qeveri, kemi arritur të mësojmë ekskluzivisht emrat e disa prejministrave, disa të rinj dhe disa të spostuar nga postet që kishin aktualisht, dhe unë nga që kam qenë në preqe dhe lere telefonin tani, se ti edhe nuk je një partizan i madh i telefonit. Jam, po lajme kishte dhe... Ka lajme sot. Lajme ti, dhe do bëjmë emisionin, jo lajme të botës. Po për ty i kemi. Mirë, dakor. Tani... Kemi për vete. I mësuam ekskluzivisht, unë i mësoj pari me thënë drejtën dhe merdi shumë i natë, që pastaj u përhapën ato, sepse emisionin do të 40 minuta e emision. Nuk i futim dhe të këshu. Po nejse, kjo punë, kolegët e tjerë, pastaj pasiruan i thanë të gjithë. Tani, ndryshime pra në qeveri. Kemi arritur të mësojmë, si shtash ekskluzivisht emrat e disa prejministrat, disa të rinj, dhe disa janë spostuar nga postet që kishin aktualisht. Tani, Albana Koqiu kalon nga Ministre Brendshme zëvendës kryeministre. Ministri Brendshme ikën Besforc Lamallari nga Ministri i Drejtësisë dhe kalon në Ministër i Brendshëm. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu, nuk i keni veçuar kështu, i keni bërë gjithë bashkë, po mirë bashkë do jenë ata, nuk ka problem, mirë keni bërë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Ministri i jashtëm është diplomati Ferit Hoxha, ka qenë ambasador, besoj, në OKB. Në OKB, në Organizatën e Bashkuara, po. Ministri i Energjetikës ka kaluar Enea Karakaçi, ka qenë me sa kujtoj unë administratori i Qezit. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, të cilun nuk e njoh me thënë drejtën, por janë ato mënyrat që Edi Rama. Shef kabineti Belindës. Ka qenë shef kabineti. Do sekretar përgjithshëm në kryeministri. Pra, ministri i jashtëm ka kaluar Ferit Hoxha, por është larguar Elisa Spirpali, pak e çuditshme kjo. Por shpesh përfitej fakti që të ishin kundërshtar të fuqishëm brenda me zonjën Balloku dhe pastaj kur ndodhin këto përplasje, pastaj I merr të dy ai. I merr si çeri kështu. Vjen ai dhe I merr, e kupton? Fresh, siç ty s'kan marrë ndonjëherë kështu për shkak të tjetrit. Të kanë marrë direkt. Në herët që të kanë marrë, po se ty të drejtojnë shpesh se Bushati nuk ka qenë në poste, ore. Ti ke qenë. Po të kishte qenë pan, më për shumë ka qenë në poste shumë të vegjël, nuk arriti në pushtet. As kam zëvendësuar njëri. As mentori, edhe mentori këshilltar. Ti nuk e zëvendësuar njëri dhe nuk e ke ngrënë ndonjëherë. As nga zëvendësuar. Ti e ke ngrënë në mënyrë të drejtë për drejtë nga doktori, për shembull, them unë. Tani, koment nga analistët pse I bën Rama ndryshimet, si e mendoni, kush I pari flet, si e menduat ju tani, mund bën përfiteshin, që nuk
papritur janë për shkak të orarit, por përfliteshin që nga momenti në moment do të kemi ndryshime në qeveri. Kush fleti pari? Mënyrë demokratike, preç si e mendon ti tani? Unë për shofë tani se sa po njohemi lajmin e duhet mendohemi, s'paku të marrin frym 2 herë para se të themi një opinion tamam, po kështu në pamjet parë duket si në atë shprehjen e famshme që televizim gjithçka që të mos ndryshojmë asgjë. Është një shprehje e njohur në politikë. Nga të parë do. Dhe Shka këtë? nuk ka mesazh politik për mendimin tim, është ma tepër Lëvizja gjithçka, se si Jo, është? tjetër. lëvizim gjithçka për të mos ndryshuar asgjë. Shprehje. Janë duke ndryshime, duke i pa mesazh politik, pak rokad, pak improvizime, pak ekstravagancë që i ka zakon Rama. Mendoj se është një manovër që maskon edhe pak një krizë që po përjeton vetë Partia Socialiste, ku njerëzit e votuar nuk përfaqësohen pothuajse askund. Dhe mendoj se kjo krizë nuk mund konservohet pafund. Ashtu thodi, ha? Mentor ti si e kupton këtë gjë, se ti ke qenë erës edhe pranë qeverive s'ke qenë, po pranë presidentëve ke qenë ti. Gjithmonë të Kryeministrave jo, po unë bie dakord me ata që thotë Preçi që këto janë figura që nuk janë të votuara, pra nuk kanë qenë kandidat për deputet, pra nuk kanë kaluar këtë përgjithsisht numri këtyre, nuk ka kaluar këtë sprovën e votimit popullor. Janë figura me karakter teknokrat përgjithsisht, apo me eksperiencë në drejtime kompanish, agjensish, kompanish korporatash të mëdha, ta zëm energjetikës, dhe apo ambasadash të rëndësishme, siç është rasti i Ferit Hoxhës, dhe kemi pastaj rrokata nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Brendshme. Është një ndryshim që konfirmon vazhdimsinë në role të caktuara, pra pavarësisht se vinë figura të cilat nuk kanë patur përfaqësim të lartë politik, vinë figura të cilat kanë patur marrëdhënie preferenciale me ata që kanë qenë drejtues në dikasteret, siç është rasti i drejtuesit të ri të Ministrisë Energjetikës që vjen nga korporata elektroenergjetike shqiptare. Ndërkohë kemi Gogun, i cili ka eksperiencë në përfaqësim, nuk arrit do të zgjidhej deputet, por ama ka eksperiencë në drejtësi. Dhe kemi rikonfirmimin e figurës Koçiu, që është besnike e zotit Rama, që nga Bashkia e Tiranës, do një eksperiencë gjatë pranë tij, e pa përfolur, pra përgjithsisht nëse ka një emërues tjetër që mund t'i vendoset kësaj këtij ndryshimi ose kësaj amalgame ose këtij ekipi, është përpjekja e Ramës për të sjellë figura që nuk janë përfolur, nuk janë kritikuar në publik, dhe natyrisht është dhe një përpjekje që largimin përgjithsisht figurat e panjohura mentor janë pa përfolura. Po është për të vendosur përballë sulmit të opozitës, sulmit të vjen edhe nga Bashkimi Evropian apo nga shtetet, figura të cilat nuk janë të përfolur. Ky është një element që mendoj që mund të konsiderohet si cilësor i këtij ndryshimi. Natyrisht është një përpjekje për të fshehur ose për të mos i dhënë rëndësi largimit të Ballukut, pra nuk po ikën vetë Ballukut, po ikin edhe disa të tjerë. E ka përdorur edhe një herë tjetër, më duket Rama këtë. Po, ashtu siç ka bërë edhe këtë gjë, domethënë ai ka patur në mendje që dije me siguri ndryshimin. Më përpara. Ka bërë mbledhjen, i ka dhënë kohën e tretjes në media fjalimit. Ka më shumë se një muaj që diskutohet ky në moment. Kështu që nuk është ndonjë ndryshim i Më shumë, gati 2. Edhe i ka dhënë kohë pra medias ta tretin atë lajmin e parë të fjalimit gjatë, që ishte më duket 1 orë e 40 minuta, më duket sa fjalimi i Trumpit në Kongres. Gjatë e bërja dhe. Kështu që dhe e nxori këtë lajm pak para se Gjante edhe me fjalimin e Trumpit. Po, pak para se tenxherët të fillonin atë tamtamin e tyre, mos kishin kohë madje as. Po të kishte vazhduar të folur në ai tenxherët do kishin mbetur pa lajm. Ne domethënë. Por ne do ta futnim edhe në 10. Se ne të vazhdonim tjetër, pa me ndërprisim aty, Rama ka bërë edhe këtë thak, më thoshim, edhe ktheheshim. Që mendoj këto ishin disa prej cilësorëve të këtyre ndryshime të reja në qeveri. Natyrisht në pritje të tjerave. Pano? Rama është mësuar të bëj makjazhe në momente të caktuara kur presioni qoftë popullor, publik, ndërkombëtar apo çfarëdo lloj presioni tjetër rritet,
Ai ka krijuar këto valvulët e shkarkimit të presionit, siç janë ndryshimet e qeveritë, të cilat në thelb, në substancë nuk sjellin asnjë gjë të re. Domethënë, nëse do të qëndrojë një shprehje popullore tonë, është selanike ta të pjetë, Siç ka qenë, siç ka qenë do të jetë. Çka do të thotë që ne kemi thënë, ka vetëm një emër në qeveri, ka pasur një dhe ka vetëm një emër. Ka vetëm një kryeministër, ka vetëm një ministër të jashtëm, ka vetëm një ministër të brendshëm, të energjisë, që është Zoti Rama. Këta emrat e tjerë, pastaj dublantët, të cilët janë aty për hir të detyrimit kushtetues dhe për hir të etikës vizive të qeverisë, këta do ikin, do vinë, ja kanë ardhur tani ca të rinj që gjysmë e tyre nuk i njohin fare, për shembull Zoti Nufi nuk e njoh, zonja Ismaili. Jo, do t'i themi, do lidhemi dhe me Lalën, do t'i përshkruajmë një nga një këta. Për këtë Nea Karakacin, di që ka qenë në disa pozita drejtuese administrative, jo politike, janë njerëz pa përfaqësim politik, janë njerëz që nuk i thon publikut asnjë gjë, janë kombinime e emrash, domethënë, të cilët mund të ishin fare mirë edhe nuk e di, Toni Karakaçi dhe Enea Gogu. Mund të ishte po një lloj, s'do ndryshonte asnjë gjë, sepse Rama është mësuar që të bëjë të tilla gjëra. Pra çfarë do të thotë është që Rama përpiqet që të gjej valvula të tilla, shkarkimi presioni publik në momentet kur themi shpata e tensionit bie mbi kryet e tij. Dhe kjo ka bërë këtë radhë. Okej. Bushat, jema bën gati dhe doktori ka reaguar me njërë, se a i del vazhdimisht 3-4 herë ditën dhe kjo ishte arsye që ka dalë tani në këtë orës del ai, del vetëm në programe, por tani doli me njërë sepse në shpërtheu kjo. Mund të rinde pa dalë. Sa po Bushatit thot gjerat, ne do të jema në fut doktorin, të gjëmë dhe që thot dhe ai për këtë problem. Tani, në qoftë se mund t'i vëm një titull ditës sotme, titulli është Rama zgjodhi Belindën para Berlinit. Me këtë pjesën e Berlinit do merrem më pas se nuk e ke pyetjen e tanishme. E kam tani. Po merrem me pjesën... A lidhjet me presionet e fundit të BE-s, sidomos për çështjen Ballukut. Kemi mrapa atë. Jo, këtu e kam. Se them që zgjodhi Belindën? Sepse pavarësisht se sot Belinda Balluku iku, Belinda Balluku ka lënë një vul turpi mbi këtë qeveri të re. Ministri i mbrojtjes... Po sikur e oqi ajo tani apo? E oqi. Po, megjithse iku, thash, ka lënë vul turpi. Çdo deputet socialist po takoje, unë kam taku një 3-4, gjithë 10 ditët e fundit, thoshin Belinda nuk ikëm, pra që një sekret publik, po nuk tërhoqi zvarr me vete dhe Elisa Spiropali. Sot Elisa Spiropali ka ikur bashkë me Belindën, sepse lafi që kjo më shanë në për ambasada. Elisa, ende kjo këtë punë të ati? Nuk e di, këshu kujton të ajo. Pra, sot Rama, duke hequr Belindën, ka pranuar dhe kushtin e Ballukut që të heqësh Mamicën. Mamicën, jo njerit do si do. Donikën. E para. Jo Monika është Big Brother, o zotri. Donikën, jo Monikën. Monika është gruaja, mëse gru ka tjetër. Motra jo, mëse. Aje e Mamica, i quen që t'jemi politikisht korrekt. Ministri mbrojtjes, njeri i Ballukut. Ministri i energjetikës, njeri që ka bashkëpunuar fort me Ballukut. Pra, vërtet duket sikur është hequr Balluku, por duket se Rama ka quhet dashuri, quhet kompleks, quhet frikë, quhet mirënjohje, nuk ditjave emrin sot, ndaj Belindës, të cilën ja ka bërë qokën dhe në qeverin ku Belinda mungon. Pra... Se unë beja këtu të ati? Sepse bëja dhe me që do po dalë dhe aty, jo, se kam edhe pyetje unë. Deputet nga brenda grupit parlamentar me cilët unë kam folur. Se aty është një grup tjetër i cili lufton Ballukun e këto dhe kjo janë normale. Edhe në PD që është pa gje, pa pushtet pa gje, luft ka. Çfarë dinim ne që pam dhe sot nga eurodeputetët që e kemi parë nga mbledhjet që janë zhvilluar në Bruksel, Gjermania ka qenë e vendosur. Jo dorëheqja, po imuniteti Ballukut ka kërkuar. Dhe sot Rama, në një mënyrë të çuditshme,
atipike për një lider të kujdesshëm si Rama, në fjalimin që ka mbajt para deputetëve, ka kujtuar fjalimet e Gazidedes dhe Sali Berishës 97 kundër Amerikës. Fjalori që ka përdor Rama kundër Berlinit dhe Gjermanisë sot është i frikshëm. Ata duan të keqen e Shqipërisë, ata na e kanë penguar, ata po, me dyert mbyllur. Praktikisht. Unë e kam nga deputet brenda, po, që kanë qenë aty. Pra, praktikisht ka pohuar që në BE i kemi dyert të mbyllur me këto që bëj unë. Gjermania. Ndoshta dhe ish dashur. Po Gjermania. Ndoshta dhe ish dashur të argumentoj. Kush është Evropa? Të argumentoj këtë që bëri. Kështu që në këtë kuptim, prandaj unë, kur thash titullin, thash zgjodhi Belindën para Berlinit. Sot Rama ka goditur shtetin më të fuqishëm të BE-s dhe ka bërë një qeveri Belinda 2, mund të quhet. Kjo është ose Rama 4, ose Belinda 2 kjo qeveri e sot. Të drejtë, të shojmë tani çka thon doktori. Regjia më ndihmon. Ka folur më do doktori. E keni më thanë. Në fundit e Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtoj lëkurën e tij. Por është një lëvizje e cila fton qytetarë shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdoj fuqishëm protestat mbasi kryengritja paqësore e shqiptarëve synon ka si qëllim kryesor madhor shpëtim në Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit në një kohë kur ai vetë është kreu i organizacë kriminale që drejton. Ndaj dhe i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme. Përndryshe, do përballet me opozitën dhe mbar popullin shqiptar. Edi Rama nuk ka më pranverë për qeverinë tënde dhe për ty. Je shkaku i të gjitha problemeve të mëdha me të cilët përballen sot shqiptar. Je mater matrix e kësaj të keqje të madhe që ka kapluar qenjen, shpirtin, trupin e Shqipërisë. Pra doktori tani edhe ky pak i pa përgatitur duke se ky nuk bënte spostime të tilla preç. Do me thënë me njerëz. Por edhe njerë pas fjalimit sot, është i dyti ky për këtë mbledhje. Është i dyti për këtë mbledhje. Pas fjalimit Beri dhe tani ka futur tjetrit. E po ne atë nuk e marrim tani se. Jo. Mjafton ky tani që të fundit që ka bërë të gjitha. Pra fori të doktorit tha ato të zakonshme, tha populli do ngrihet i gjithë, tha tani dhe do të kërkohet dorëheqja e Edi Ramës. Nuk kërkohet më dorëheqja e Belinde Ballukut e këtë, se s'ka është të dorëheqmë ajo. Dhe do kërkohet dorëheqja e Edi Ramës. Dhe do të ngrihet gjithë populli shqiptar, tha. Gjithë këto ditë ajo është kërkuar, dorëheqja qeveri teknike do thotë. E qeveri teknike, po, edhe kjo e drejt, po se shumë gjëra kërkohen preç dhe edhe kemi një tronditje kështu që... Po të ishte opozita pjesës zgjidhjes, do kishte pesh fjala, do kishte pesh fjala, por duke qenë si janë pjesë e problemit. Bushati tani e hapi te ideja që Lala, shiko, nga personazhet tani kemi të nisim nga faret pa njohur, se të njohurit janë aty, spostime një dhe i tjetrit. Ministri Energjetikës Belinda Balluku në zënson e Enea Karakaçi. Kush është Enea Karakaçi? Tani, zoti Rakipi, unë s'pari mendoj që zoti Rama ishte i detyruar t'i bënte këto lëvizje për shkak se kishte lakun fyt nga skandale që kanë tronditur vendit kohët e fundit. Rasti i zonjës Balluku, skandalet në Akshi, por po ashtu edhe skandalet tjera, por edhe hetimin e disa deputetëve që po kryhet aktualisht nga prokuroria posaçme. Kështu që nisur nga këto rrethana, zoti Rama ishte detyruar të bënte edhe ndryshime në qeveri. Ndaj të njëjtin qëndrim si Bushati, që në fakt zoti Rama i është nënshtruar zonjës Balluku, përsa kohë që, për shembull, Elisa Spiropali, ministre e jashtme, ishte kurban i Belinda Ballukut. Kam informacion që ajo ndodhe në Kosovë dhe zoti Rama nuk e ka pritur as të kthehej nga vizita zyrtare, po e ka shkarkuar nga detyra, për shkak se dihet që ato kanë patur një rivalitet shumë të fortë me njëra tjetrën, pikërisht për shkak të
pushteti që ato me sa duhet kanë dashur të mbajnë brenda qeverisë apo Partisë Socialiste. Tani, zonja Balluku vërtet është larguar nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, por nga ana tjetër ka lënë pas të besuarit e vet. Enea Karakaçi ka qenë administratori OSHE-s, një personazh i cili në pamje të parë nuk thot shumë për opinionin publik, por për mua si gazetare kronike e kujtoi dhe e lidh me një kontroll që prokuroria e posaçme ka kryer disa kohë më parë në zyrën e tij të punës në kuadër të një hetimi që po kryhet për tenderat, pavarësisht se zoti Karakaçi në asnjë moment nuk e ka pranuar një gjë të tillë, por në rrethet e ngushta pranë OSHE-s, por edhe institucione të tjera, ai konsiderohet si një ndër njerëzit më të besuar të Belinda Ballukut. Megjithatë, parë në gjithë këtë klim të re të tensionuar në përplasje të zotit Rama me SPAK dhe me ndërkombëtarët, nuk e di se si do të jetë qasja dhe qëndrimi i tij, por personalisht e lidh vetëm me këtë kontroll të kryer nga prokuroria e posaçme dhe si një person që nesër potencialisht mund të jetë edhe subjekti i prokurorisë posaçme. Nëse kalojmë te emri tjetër Ermal Nufi, është pak a shumë e njëjta gjë, edhe ai është edhe në një paraqitje ta personazhe, një personazh i njohim pak. Një personazh i cili nuk thot shumë për opinionin publik, por ka qenë edhe vion të jetë ndër njerëzit e besuar të Belinda Ballukut, ka punuar në kryeministri ku edhe ishte aktualisht, pak ditë më parë ishte i thirrur në prokurorinë e Tiranës në kuadër të një hetimi të hapur për korporatën e investimeve. Dhe janë pyetur ndër të tjerë, pra një grup zyrtarësh përfshirë edhe Ermal Nufin, konsiderohet si njëri që në një farë mënyrë mund të mbrojë interesat e zonjës Balluku. Po të shkojmë tek Albana Koqiu, në fakt ajo kishte një dështim spektakolar në krye të Ministrisë së Brendshme, nuk la asnjë rekord për të përmendur si e para grua në 36 vjet që drejtoi Ministrinë e Brendshme, por merr një post tashmë honorifik, sepse duke qenë se nuk ka post ministror vetëm të zëvendës kryeministres, duket sikur zoti Rama. Por Lala është, le ta theksojmë, është një post i rëndësishëm sepse Edi Rama me natyrën që ka dhe me mënyrën si vepron pas 4 qeverisje shumë të gjatë, e lë në detyrën gati kryen të gjitha punët e veta. Dhe kjo është një zonjë që ka besimin e plot Edi Ramës dhe ai mund ta bëjë këtë. Absolutisht, atëherë zonja Siç e kishte Balluku. Atëherë zonja Koqiu patjetër, sepse gjithë zëvendës kryeministrat, zoti Rama i ka përdorur në një farë mënyre për të firmosur disa dokumenta, të cilat ai nuk ka dashur të ketë firmën e vet. Dhe zonja Koqiu, duke qenë e besuar e zotit Rama, patjetër do ta vijojë këtë gjë, por unë e kam parë si një gazetare që mbuloi çështjet e Ministrisë së Brendshme dhe kam kuptuar që ajo në krye të këtij dikasteri të rëndësishëm nuk ka lënë asnjë gjurmë. Kthehet në këtë dikaster ose rikthehet më saktë në shtëpinë e vet Besfort Lamallari, i cili ka ushtruar postin e zëvendës kryeministrit për një kohë shumë të gjatë. Unë mendoj që në të gjitha këto ndryshimet barra më e madhe i bie Besfort Lamallarit, sepse Besfort Lamallari do të gjendet përpara një policie tërësisht të lidhur me krimin dhe të korruptuar, një policie e cila është vënë në shërbim të bandave kriminale dhe një zyrtari ose një drejtori të përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili është absolutisht shumë i fortë në raport me çdo ministër tjetër. Dhe normalisht do duhet të menaxhojë të gjithë këtë situatën e eksponentëve të policisë apo segmenteve të policisë, të cilat janë problematike dhe në këndvështrimin tim është ndoshta posti më problematik që ka në gjitha këto ndryshime, pra zotit Lamallari i bie edhe barra më e madhe. Ndërkohë sa i përket ndryshimeve të tjera, personalisht për zotin Hoxha thjesht e njoh në distancë si një diplomat karriere, po nuk kam asgjë në raport me personin e tij, ama di të them. Për Toni Gogun s'kesit kërë se ai prift ka qenë dhe prift që njerëz mirë. Jo, më lër ta mbaroj dhe zotin Hoxha, por di që vllai i zotit Hoxha është i dyshuar, nëse më lejon zoti Rakipi, vllai i zotit Hoxha është një prej personave të dyshuar që lidhet me skandalin e Akshit. Ndërkohë që sa i përket zotit Toni Gogu që vjen ministër i ri i drejtësisë, mund të them që ai njihet si pjesë e klanit të Veliaj dhe ndoshta zoti Rama po zbut në një farë mënyre dhe atë krisjen ose përplasjen që mund të kishte dhe ka patur me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Unë kam idenë që zoti Gogu është me veten më shumë. Jo, unë mendoj që është mendimi juaj, por mua jo, nuk e them për të kundërshtuar ty, jo. Absolutisht. Unë e them si një gjë plus për shikuesin dhe ai le të gjykojë pastaj. Unë e kam patur edhe në studio, dhe kam një respekt shumë të madh për të gjitha. Absolutisht, nuk po e gjykoj, po them si e shikoj unë
Zoti Gogu nuk ka perceptim për korupcion, patjetër ka mbajtur një staturë të mirë publike, por po të them, duke qenë se është atashuar gjatë gjithë kohës si pjesë e klanit të Erion Veliajt. Qartë me qartë, po atë mundësi ka gjetur atere dhe në vendin ku ne jetojmë është si pas mundësis gjete Veliun, kapesh me Veliun, e disa njerëz janë kapur me Veliunave, sidomos të parave. Ndërkohë që sa i përket ndryshimit të fundit, që është një zonjë e cila në fakt unë nuk e kisha dëgjuar, por në momentin që ne diskutuam bashkë për zonjën Ismaili, pash në një platformë, në një podcast që me thënë drejtëm, mënyra se si ishte qasur në atë podcast, ishte thjesht qesharake, por nuk dua ta paragjykoj, kështu që po e mbyll këtu gjithë analizën në lidhje me emrat e rinj. Kush ishte kjo zonjë? Zonja e cila ka marrë që zëvendësoi Toni Gogun në marrëdhëniet me Parlamentin, po të shikoj një podcast të saj, ishte, nuk e di domethënë, në një farë mënyrë mund ta barazoja me Zeqinen e Roskovecit, po e ndaloj këtu për sa kohë do më duhet pak më tepër kohë ndoshta për ta parë më nga afër staturën e saj dhe për të marrë pak më tepër informacion. Ose tani aty, dakord me shikohet i, po tani aty në Parlamentin një njeri duhet që vetë sjell haberet, lajmet gjërat. Edhe po nuk është korrier, po që është ministër. Klodi dënoj me vdekje një shpejt e shpejt. Se se keni thyrë fond kombëtar të historinë e pretensave zoti Nazarko. Unë dhash disa fakte të cilat qëndrojnë dhe dhash një perceptim timin dhe stopova, ndalova për të thënë që duhet marrë më shumë kohë për të ditur diçka më shumë lidhje me këtë zonjën. Se tani të gjithë këtu janë duke diskutuar për disa emra që deri pak minuta më parë nuk thoshin asgjë për asnjërin prej jush, besoj, ose për pjesën më të madhe. Nuk do vazhdojnë të thonë asnjë gjë për sa kohë që se ne japim shumë rëndësi këtyre, domethënë çfarë personaliteti ka ky, do të thënë, fakti që ai s'ka për të bërë asnjë gjë, pra nuk të lë Rama që në qeverin e Ramës. Po thotë që tani ata përshesh në pjesët e përshesh do hanë gjatë gjithë kohës, më thonë ndërsa të vi momenti që si çikën këta të parë, të ikin dhe këta të dytë, do ikin dhe të tretë, se ka nikur shumë para këtyre. Po kjo nuk është edhe një mënyrë e keqe. Nuk është sjell njerëz fare të panjohur që sa ti njohim ne këta, mbaron legjislatura. I heq ai. Sa doktori një palë mban, gjithmonë Flamurish aty, Vokshit. Jo, mo ca njerëz i kanë ngulur në qeveri dhe ky, i kanë ngulur për shembull atë Mirela Kumbaron, ajo Mirela ka që në kohën që luftën botërore. Që pas pushtimit nazist ka Mirela Kumbaro aty e deri më sot. Ajo përshesha se tani. Po jam dakord, jo them që nuk është dhe kaq disperse dhe Rama. Është njeri që i ndron këto fytyrat sa që ka çik presion dhe që duhet të serviri publiku diçka për të përtypur. Dhe ju jep emrat e këtyre, merr hedh ministrin e mbrojtjes, këtu merr hedh atë Piro Vëngu, tani ta ham tani. Piron, pse e hoqi Piron? Apo pse e hoqi atë? Piro ku shkoi? Nuk shkoi paralel Gundi, jo? Jo, nuk shkoi asnjë. As ai, as Elisa Spiropali, Piro s'është as deputet apo është deputet? Jo, Piro nuk ka gjë, po Elisa kam iden, po gjë. Do të thënë pra, ja, imagjino se sa të parëndësishëm janë, sa që ti nuk di asnjë gjë që Zonja Lala, do të thënë ti je i sigurt që këto kur zihen zonjat është një gjë e mërshme, do të thënë ti mendon që Spiropali, po çka kishte ajo ministre punëve për jashtë shumë mirë. Është një detyrë apo nuk ka? Është thurur aremi i rilindjes, Ylli. Ministre punëve për jashtë aty është thurur aremi. Aremi i rilindjes është shturur. Se ministri punëve për jashtë është me detyrë e rëndësishme, ore. Ri jashtë. Është mërshme ata, po s'ka dhe produkte ajo, nuk ka ministri punëve për jashtë nuk ka kështu gjëra, tenderime gjëra. Klodi kishim një gjë tjetër bashkë? Jo, kaq për... Falenderoj shumë dhe ti ri pak minuta aty, fare pak minuta dhe do njitesh tu kur ne do flasim për kryeministrin që foli gjatë shumë dhe për problematikat e rëndësishme që ata kanë dhe ne do të kemi një temë shumë interesante, spak me zdëmve të Ramës dhe të Berishës. Mendohet, të jetë me zdëmve, dhe po t'i ke vëndëm të rinjë këta të shyejnë, e kupton, dhëmve të rinjë. Se nuk kanë as nerva zjetën të hanë të gjallë. Jenë pritjet i pak minuta aty, edhe vazhdojmë. Atere, edhe njerë, Bushati odhi këti iden që presionet e fundit të BE-s, a lidhet kjo me presionet e fundit të BE-s, sidomos edhe për çështjen Ballogu, si e mendon mentor ti këtij? Absolutisht që është presioni BE-s, bile përtej surprizës për largimin e Spiropalit, e cila ka qenë njëri luajal, në pikpamjet i Ramës, pikpamjet karrierës ka pat karrierë tërësisht normale. Karrierë normale, thua? Nga kryetari e parlamentit, ministre e jashtme, bile edhe i Kosovës njëtën karrierë, kishte
Konjufca, edhe largimi i saj, do më thënë, në gjanë surprizë, personi që ka sjellë Rama është dikushi që njeh mirë korridoret e PS, ka përshtypjen 2 herë ambasador i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka qenë ambasador në Francë, po ashtu, dhe ambasador në OKB, dhe pra është njëri i cili supozohet që ka marrëdhënie të mira me Brukselin zyrtar. Kjo është ajo që më bëm përshtypje dhe që duhet theksuar dhe që nuk u tha edhe nga ato sentencat që i tha Klodi me lehtësi të papërballueshme. Albana Koçiu mendoj se për njëri si Rama i cili nuk ka kaluar ose ka preferuar që të delegojë shumë fuqi te zëvendës kryeministrja, personi që duhet ishte dyshi, duhet ishte dikush që kupton administratën publike, dikush që njeh ministrit dhe është dikush që ka drejtuar administratën publike, pra i njeh praktikisht gjitha ministrit, dhe këtë kuptim do bëj atë zëvendësen ekzekutive të Ramës, i cili do fokusohet, ashtu siç është fokusuar qoftë politika e jashtme, qoftë komunikimi publik, qoftë projektet më të rëndësishme. Ndërkohë që u përmend Toni Gogu, siç e the dhe ti, është një figurë e cila nuk ka krijuar kontraste të forta as me një krah, as me një krah tjetër, madje edhe me opozitën, nga sa di nuk është që ekspozohet në përplasje të forta, dhe është dikush që e njeh sektorin e drejtësisë. Kjo është që çfarë do të thosha, ndërkohë që insistoj që është po ashtu qeverie vazhdimësisë në këto rolet që ka udhëhequr zonja Balluku, pra janë njerëz cilët kanë patur eksperjenca bashkëpunimi me të, duke drejtuar. Nga, edhe nuk ka pse ta bitemi pse janë ata, sepse Balluku ka punuar si njeriu mirënësishëm i qeverisë edhe për të krijuar këto situata dhe këto emërime. Një pyetje tjetër kam unë. Kjo kauza e opozitës pas kësaj shfrimi që bën Edi Rama me këto ndryshime e preç, kauza e opozitës vështirësohet apo ka qenë e vështirë? Bëhet më vjen në krizë kjo kauza? Jo. Megjithëse doktorin që e dëgjuam tha që tani tha popullata e gjithë do të dalë dhe do të rrëzojë Edi Ramën. Unë them që kauza e opozitës ngelet aty ku është. Aty ku është. Edhe po të mos ndodhin ndryshimet, do vazhdonin të njëjtën. Ngrije pak zërin. Edhe po të mos ndodhin ndryshimet. Po të mos ndodhin këto ndryshime, ato do vazhdonin sipas programit që kanë. Dhe kanë atë narrativ që kanë, atë projekt që kanë, protesta, është një kauzë që përsërit vetën i fakt. Nuk se ka diçka tre, nuk ka një narrativ tre, nuk ka një propozim tri. Protest, ajo në rregull, protest, do vazhdoj protest, e njëjta gjë. Por për mendimin tim, opozita kështu siç është nuk është pjesë e zgjidhjes. Ajo kërkon të qëndrojë bashkuar, e mbledhur edhe protestë. Kjo është arsyeja thua ti? I kanë në funksion të kohezionit brendshëm, me një lloj psikologjie kazerme, këtë ka zgjedhur, por do vazhdoj kështu, nuk duket në i gjëre. Kurse efektet që e krizës që po përjeton PS-ja, sepse ne analizuam ndryshimet, po unë e thash pak më parë, po e thash në fillime, nuk u dëgju mirë. Këto ndryshime përpos tjerave, si me thënë, maskojnë një krizë që zjenë brenda PS-s, nuk mund të imagjinojnë PS-n, dhe me thënë, si një parti ku ka njerëz që kanë karrierë politike prej saj sa dhe ta pranojnë dhe durojnë. Nuk besoj se ata do të konformohen me këtë sjellje, me këtë qasje, me këtë personalizim të Partisë Socialiste. Sa e këtë po bre mirë që e theti Enise për të vjuar dhe Bushati, pra a i gjitha jo një përplasje që ka qenë Bushat aty brenda, një kontestim i një pjesët të Partisë Socialiste për Edi Ramën, si shimë dëgjuar, se atë janë diskret shumë të majtët për të treguar përplasjet që kanë, ose problematikat që kanë me njëri tjetrin. A i regulon kjo pozitat e Ramës me këtë kategori njerëzish apo jo? Se ata nuk është se kanë marrë pushtet. Për shumë po të vëshre, njerëz të rëndësishëm të Partisë Socialiste, të cilët kanë kontribute shumë të rëndësishme, votuar disa herë, nuk marrin detyra. Kuptimi i politikës. Për shembull, po të vëshre, domethënë aty ka njerëz me shumë eksperiencë politike.
Edhe njerëz pa përlyer, një pjesë e rëndësishme. Klosi për shembull është Blen Klosi. Erion Braçi është. Klosi. Po Braçi ka qenë aty dhe ndoshta është ngacmuar me atë dhe nuk e qes me ai, po. Nuk i kanë dalë fjalë asnjë. Për shembull, emri që përmenda unë ose qoftë edhe emra të tjerë, Klosi ose emra të tjerë, janë emra që kanë kontribute të jashtëzakonshme dhe të rëndësishme në këtë. Niko Peleshi për shembull. Po Niko është aty, Peleshi ka gjetur vend të mira Të parlamentit. Këtë parlamentit dhe Peleshi vjen atje për plasën ata të gjithë dhe bien si në gur. Po them për figura politike të votuara që për cilët... Po pra po, ka shumë figura të cilat si tua pushat? Unë mendoj që Ramës nuk i vjen e keqja as nga PS-ja, boll të shikoje fytyrat e atyre ditëzive si e dëgjonin sot si guak. Ishin të habitur. Tonin, Liza mbot në çuditërave. Sa tregonin dhe një trashësi proverbiale në portrete, po nuk është kjo rëndësishme. Ata dhe kur zien, e vetmja zënje që kanë me njëri tjetrin është pse i mori ky lek tek këtij tenderi dhe si mora unë. Kaq është Domethënë deri këtu vetes. gjithë konflikti i brendshëm në PS. Ajo parti ka marrë fund, është bërë tokë djegur më keq se PD-ja. S'ka më zër aty. Nuk i vjen e keqja, them unë, as nga opozita, as nga manifestimet që do bëjë opozita. Problemi këtu për herë të parë është që pozita e Ramës po kriset në raport me Bashkimin Evropian. Pra, në Bashkimin Evropian në 10-12 vjetë, sa vjetë ka pushtet Rama, ka pas një problem, që ka thënë, ky mund të ketë defekte, mund të ketë çik autoritarizëm, çik korrupsion, po ky është në fund njeriu që na dëgjon. Ose si që thuet në filmat amerikanëve, ky vërtet është i birë kurve, po është birë joni kurvës, shu që i falen gjërat. Në këtë kuptim, duket se Rama nuk po pranon më të bëj në raport me drejtësinë nxënësin e bindur të Bashkimit Evropian. Dhe këtu ka lindur problemi. Dhe kjo shpjegon dhe konfliktin dhe shpërthimin absurd që ai ka pasur sot ndaj Gjermanisë. Pra, të pranoj Rama me gojën e tij që ministri i jashtëm gjerman ndërhyn dosjet e Spakut për të na godit ke Akshi, ke Porto Romano e tjerë, është që ti thot dhe atyre, ky është armiku. Pra i ka thënë deputetëve vetë sot, ne armiq ti kemi jo te Saliu para kryeministrisë, jo brenda nesh, po i kemi në Berlin. Dhe ky është lajmi i ri i gjendjes që kemi sot. Nuk është përfundimtar. E ka thënë pak debatoni, fakt. E ka thënë pak debatoni. Po, nuk është përfundimtar për një arsye. Rama ka kaluar tallazet forta me Gjermaninë dhe në vitet 2018-2020, kur Bundestagu i vuri kushte, kur hyrja i Krishbauni, që e blen pastaj, e tjerë. Por, është nga krizat e forta që regjimi i Ramës po kalon në raport me BE-n. Nuk ka shpërthyer sot, ne kena thënë në emision. Kemi thënë disa herë. Jo, sot e ka pranuar Rama, jo s'ka. Gjendja ka qenë dhe është e thjeshtë. Sot mbase ke takuar tjeta të trenë, po të mos ke takuar më përpara, ke marrë vesh të raportin me Gjermaninë. Sot Rama e ka thënë publikisht, se ka thuash para gjithë deputetëve të tu, ajo do dalë, është gjë publike, e kupton? Dilema ose zgjedhja ka qenë dhe është kjo që Shqipëria do zgjedhë integrimin Bashkimit Evropian apo do zgjedhë të mbrojë njerëzit e rrethit ngushtë të Edi Ramës që hetohen për korrupsion nga Spaku dhe që duhet shohim gjykat pastaj se sa të vërteta janë këto. Spaku ta bëjmë pjesën e dytë. Jo, në rregull. Aty ndryen ti që ke. Po është i lidhur, e gjitha është i lidhur pak. Te ty të marrim ne edhe ty të kemi dhe si përfaqësues në Amerikën tuaj. Asnjëri s'ka përfaqësues kaq të rëndësishëm sa ty për punë të Spakut. Edhe unë me Amerikën jam. Gjithmonë. Po dhe tjerët janë. Edhe ti nuk të ka ecur keq me Amerikën. Qartë, kështu që në rregull. Edhe unë, Se ti të ka ecur keq. Unë mësoj janë fëmijët. Unë jam po, dikur me që si frankofon. Jo frankofon. Për te humorit. Janë kështu me Evropën, anglosaksone kështu. Për te humorit. Edhe unë ju edukoja me gjithë fuqinë të thoshim fjalë të mira për Amerikën. Po dhe stua dot edhe sikur duash fjalë të këqija. Gabim ke bërë. Për te humorit. Të paktën mos e përcjell ke fëmijët. Jo, se them me ta. Tani ata janë bërë të lirë. Jo, s'ke bëhe që gabim, te vazhdoj. Ti ishte le të thyen kokën për këtë punë preçë. Për te humorit, unë nuk jam përfaqësues i Spakut, po e mbështes Spakun. Po mirë bëna.
Jo, po. Ti Klod Lera, të vrisni për spakun. Po e analizoj dhe mendoj se është vetmja Të merrni pushkën të gjë e re që ka punë marrë. në Shqipëria këto. Dhe se mund të themi gjë jo për Gjermaninë, se nuk e di Ishte saktësisht. këtë të Gjermanisë këtë, po të mbyllim këtë pjesë dhe të largohemi. Arsyet, edhe kjo është fakt ura lidhse me pjesën e dytë, me fjalimin e Ramës, është që një nga arsyet pse figura e Ballukut është vendosur në qendër sulme, imagjinoj, është që vendimarrja e saj prekte, ta zëmë të porti i Porto Romanos, apo diku tjetër. Prekte interesa të ati? Prekte interesa edhe të kompanive të shteteve të caktuar, madje edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po e di. Amerikën. Prekte interesa shumë të fuqishme. Hidrocentralin e Padyshim. Kështu që hidrocentralin apo portin apo kështu që në këtë kuptim edhe shtetet europiane apo edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë reaguar, kanë edhe nëpërmjet SPAK-ut apo nëpërmjet komunikimeve diplomatike e kanë shprehur pakënaqësinë e vet ndaj Ballukut apo ndaj qeverisë, kështu që nuk është e pazakont kjo. Po një gjë tjetër shumë e rëndësishme, për shembull që nuk duhet të harrojmë asnjëherë, është presioni që vjen nga Akshi. Sepse çfarë ndodh? Duke qenë se Akshi si një institucion i cili ka një varësi direkte nga kryeministri, pra është i vetmi institucion i cili nuk ka një nyje tangenciale të lidhur me kryeministrin, siç mund të jetë, kujt nuk e di, ama FOja apo institucione të tjera, varen drejt për drejt nga kryeministri, dhe ai është kujdesu që të marrë këtë status Akshi. Sulmet e drejt për drejta që janë bërë Akshit, të cilat natyrisht gjenezën e tyre e kanë, siç e provoi edhe vetë Rama sot e ka nga Gjermania, natyrisht janë parë dhe të gjithë ne do të ishim naiv nëse nuk do t'i lexonim që këto në vetvete nuk janë sulme thjesht drejt institucionit apo drejt aktivitetit korruptiv që ka ndodhur aty në atë institucion, apo qoftë kriminal, sepse ka pasur dhe aktivitet kriminal në atë institucion. Por edhe si një goditje që i vjen drejt për drejt Ramës dhe natyrisht që besimi tek drejtësia e varur nga europianët, jo e pavarur, po e varur nga ndërkombëtarët, e varur nga europianët, edhe për shkak të asaj që po ndodh me Hashim Thaçin e të tjerë personazhe në Kosovë, i sjellën Ramës të themi imazhe të cilat ja përshtyllojnë shumë realitetin, ja bëjnë shumë të zi realitetin. Prandaj dhe ai reagon në këtë formë dhe unë e shoh që Rama më tepër se sa për të mbrojtur Ballukun në vetvete, është për të mbrojtur veten e vet. Tani po përpiqet me mbrojtur veten e vet sepse e kupton që sulmi në vetvete nuk është këta janë thjesht rrugët dytësore të cilat do dalin në autostradë. Më pas që autostrada është përsëri ai, është ai vet. Kështu ka menduar dhe unë deri sot dhe akoma kështu mendoj, po ka do një shpjegim kjo. Pse atëherë Rama i ka lënë kaq influencë të madhe Ballukut ke qeveria nuk është. Unë në këtë studio edhe ku do e kam thënë që nuk i kam përbuz të teoritë që Balluku e shantazhon Ramën. Unë nuk e besoj që, por ama fakti që sot Balluku e ka negociuar nga pozita kaq të fuqishme. Unë nuk besoj se ka bërë me forcë, më tepër se sa ka bërë me kompromis, sepse ai beson akoma që Balluku është njëri punëparuar. Pra kush ka qenë, të themi, ka qenë punëparuar për atë. Por Ballukut nuk. Pra dhe ai shpreson që kjo të gjej punëparuarit e radhës që do t'i marrën punën e tij. Asnjë tregtar çançakizësh se din që është e përgjuar dhe e vëzhguar. Pra është djegur si kartë negociuese për të punuar për Ramën, për t'i dhënë urdhër ministrave. Pra, në këtë kuptim nuk ka më... Pra, ne po them që vetëm më tepër nga profili se sa i vete nga marrëdhënia. Atëherë, si shpjegohet, kjo gjë s'di t'jap shpjegim, unë po them që ai ka ruajtur të gjithë statur sepse ka dashur që të mbaj pozicionin e Ballukut. Në qoftë se Balluku ishte kaq e fortë, ato ishte kaq e fortë se kishte brenda qeverisë njerëzit e vet ose brenda agjensive, brenda kompanive. Dhe kishte dhënë dhe këtë pushet kryeministri. Po, dhe largimi i saj do jetë shkallë. Në fillim ajo, pastaj edhe njerëzit e vet, kështu që nuk mund të presim ne që një njeri kaq i fuqishëm largohet një herësh bashkë me gjithë mbështetësit e vet. Mund të jetë gradual. Do ketë zvendësime të tjera, nëse kjo qeveri do jetojë gjatë, mund të ketë prapë zvendësime të pjesshme si ky. Ishte e beftë kjo pjesë, cilën e fotëm për rreth 40 minuta. Sigurisht në emisionin e ardhshëm do ta kemë fokus ndoshta, shumë problematika që shumë pikpyetje, si ne sigurisht nuk jepim përgjigje për kaq fare pak kohë. Siç e tha Prexhi, do të mendohemi. Po. Sepse sapo duhet të mendohemi sepse sapo ka ndodhur. Ndërruar të shikus, kjo ishte pjesa e parë, dërgohet vetëm zoti Soko, i cili do të
Kërkojmë pratë ndjesë dhe në presështin e pak për pjesën e tretë, e cila ka 2 momente shumë të rëndësishme. Pikave aty me pronarin, me këta gjitha tyshe. Janë aty, oligarkia, ullur aty. televizionin. Oligarkia, me pi një kafe me oligarkët. Edhe kemi aeroportin e Vlorës, rrugët, ka rrugët panon gjithandej dhe Rama thot që këtë rrugë i ka zaj lartë, zoti e gjithë, ne do flasim, do vide inxhinier, pas inxhinieri do ishti. Inxhinieri do Flasun. Ha? Pra të lartë nuk flasun. Ti fletë për atë lartë. Jo, s'flasu be. Jo, mos për atë lartë, jo. Po do t'jesh tani, pas inxhinieri Gjeqarit, a i largohet dhe ne do të vjojmë, ti do t'jesh tu në studio, dhe do në ndihmosh shumë, faleminderit. Fare shkurt publicitet, rikthehemi me njerë.